Në kuadër të sezonit turistik, Bashkia Memaliaj ka intensifikuar aksionin për lirimin dhe sistemimin e hapësirave publike, me qëllim krijimin e një mjedisi më të pastër dhe më të aksesueshëm për banorët dhe vizitorët. Puna është përqendruar veçanërisht për gjatë brigjeve të lumit Vjosa, një prej zonave më të frekuentuara gjatë muajve të verës, por ndërhyrjet janë kryer edhe në pika të tjera të territorit të bashkisë. Lirimi më i madh i hapësirave është bërë në Buzë Lumit, ku ne jemi duke ndërtuar shëtitoren e qytetit dhe nga kjo shëtitore realisht të gjithë qytetarët janë të kënaqur pasi ata dalin, kalojnë kohën e lirë, por pse edhe vizitorët kanë filluar të ecin në shëtitoren. Mund të themi që janë me hektar që janë liruar, por kryesisht nuk është se kanë qenë objekte, por kanë qenë pjesë të rrethuara dhe thjesht kanë qenë që i menaxhonin komuniteti për të mbjellë gjëra të ndryshme. Sipas kreut të bashkisë, Albert Malaj, procesi është shoqëruar me mirëkuptim dhe bashkëpunim nga komuniteti vendas. Kemi bërë një punë të madhe, mund të themi, me banorët, ku jemi ulur në mënyrë sistematike, duke folur, duke bindur dhe realisht gjej rastin t'i falenderoj pasi janë treguar shumë bashkëpunues për lirimin e hapësirave publike, pasi edhe ata janë koshient që ndoshta ka ardhur dhe koha, momenti që ato duhet të lirohen, pasi shëtitoria është një diçka me shumë vlerë për qytetin. Po jo vetëm shëtitoria, por të gjitha hapësirat që vetë ishin zënë ndër vite, përkundazi mund të jenë edhe banorë të cilët janë zënë vitet e para dhe ata janë larguar, nuk janë më dhe në qytet dhe ato kanë ngelur dhe edhe pa u mirëmbajtur. Kështu që kemi gjetur mirëkuptimin dhe lirimi i hapësirave publike ka bërë që Memaliaj nga dita në ditë po merr frymë lirshëm dhe këto hapësira po kthehen në hapësira të gjelbërta për qytetin. Përmes këtyre aksioneve, Bashkia Memaliaj synon të ofrojë një standard më të lartë shërbimi gjatë sezonit turistik, duke e bërë zonën më tërheqëse për vizitorët dhe më funksionale për banorët.